në rrëfimit, çka të bën që i shkule? Tani unë domës rrëfimit i thash shu, dhe nëse ju mendoni se do më bëni mua në mënyrë indirekte që të futem brenda dhomës së shtëpisë, nga që është ftohtë këtu, trupi ndjen ftohtë edhe automatikisht dëgjohen ndjenjat nga përbrenda trupit që duhet futem në ambient ngrohët. Thash jo, s'kam ndërmend tek puta perden, unë mbështolla dhe po prisja momentin që të dal nga shtëpia. Atje s'kishe ftoft, domethënë. Po, thjesht kisha ftoft, mesazh i shkurtër. Po. Instikti, Olsa? Olta, falës. Olsën e kemi anë, Oltën e kemi po. Jo, po toja ky është instikti i ekzistencës. Po. Lufta. Ndërkohë që rikthimi yt disa the që i gëzoj dhe disa nuk i gëzoj. Për kë e pa të fjalën? Shumica në nivel minimal pa tjetër që janë ndjerë të lumtur, se një rreth parë nivel minimal jemi gjithë njerëzor, po në aspekt konkurencës pastaj kuptohet që disave edhe nuk do ju jetë përshtatur, po unë nuk e marr për ofendim, unë këto e marr për lëvdim, kështu që faleminderit edhe në rast se disa nuk janë të kënaqur në aspekt konkurencës këtu brenda, që unë jam këtu brenda. Përshojmë këtu në dalje Nailirin dhe Londrimin. Nailir duke shumë kundra Albës në aspektin, edhe ti ishe nga ata që nuk kemi pritë rikthimin e saj. Jo, e be priti. Nuk e kuptojmë, thjesht është një person që nuk e kuptojmë, sinqerisht. Dhe nuk e kam mirë pritë riktimin e saj, sepse është një konkurrent. Po munduemi të gjejmë gjuhën të bisedojmë me Albën, por është ti thu Alba mirëmëngjes, kja të tregon komplet librin e jetës, tregon nuk po e kuptojmë. Nuk e kuptojmë si banor. Edhe më vjen këtë sepse është një personazh shumë pozitiv, nëse ti kërkon diçka, e kryen me shumë dëshirë. Por nga ana tjetër nuk të pyet a je të bën një mohabet, një temë caktuar, vetëm vjen ulet edhe vazhdon vetën, a kupton? Ndërkohë si i priti këshillat tua, Alba, pyetja për Hygertën. Sepse e pam një pjesë në klip